Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit Albi UK dhe mirë se vini në emisionin Universal. Zgjedhjet e 11 majit po afrohen gjithnjë, ndërkohë fushata elektorale është intensifikuar. Ashtu si në gjithë Shqipërinë, edhe në Shkodër po bën përpjekje nga kandidatët për deputet për të maksimizuar votat për ta, por edhe për partitë politike të cilat ato i përfaqësojnë, duke pasur parasysh dhe një interes të shtuar tashmë që është vota e diasporës, pra diaspora në përgjithësi. Dhe sonte në emision nëpërmjet Skype-it nga Shkodra kam një kandidate të re, një vajzë të re në moshë dhe në politikë, të cilën besoj që ju të gjithë e njihni. Kam sonte në emision kandidatën e Partisë Socialiste Mariana Koçeku. Mariana, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Martin dhe mirëmbrëma tonë shqiptarëve të Anglisë. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi, Mariana. Unë ju kam ndjekur deri dikun duke pasur parasysh se ne jetojmë diasporë dhe kemi dhe angazhimet e tjera dhe me sa di ju keni mbaruar për shkenca politike, por keni pasur një biznes tjetër deri më tani. Pra nuk është se keni shfaqur një interes për politikën dhe do doja dija se çfarë ju shtyu që të përfshiheni në politikë. Unë kam parë që keni qenë dhe në një podcast para një viti, pak mos gabohem, me kryeministin e Shqipërisë Edi Rama. Nuk e di nëse aty e keni ndier këtë thirrje për të përfshirë në politikë. Atëherë faleminderit për ftesën. Unë jam, siç më prezantuat edhe ju, Mariana Koçeku, në shëmnjojnë edhe si Neo Malsoria. Kam privilegjin edhe nderin që të kryesoj listën e tonë kandidatëve për deputet për tonë qarkun e Shkodër për Partinë Socialiste. Unë kam studiuar shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Tiranë, por edhe një pjesë tyne në Itali. Mas marrimit të studimeve, realisht dhe një udhëtime për një periudhë jo shkurtër që kam pas në disa vende të Evropës, unë kam vendosur për më kthye te rrajt e mia, të parëve të mi, duke gjenë liçenën e Komanit, ku dhe kam nisë një sipërmarrje modeste, familjare, që e kam quajtë agroturizëm neomalsore. Ka 4 vite që e kam nisë këtë sipërmarrje, thuaj se 4 vite, që ka rezultu shumë e suksesshme për te kufive Shqipënisë, duke më rri deri në Financial Times, që është një gazetat më prestigjioze që kena në tonë botën dhe që qenën e ka në Londër. Përveç kësaj, fal punës, vizionit, kreativitetit, po dhe resurseve të jashtëzakonshme që na ka fal Zoti në zonën e edukacionit dhe promovimit, që unë i kam dhënë tradisë dhe identitetit vendit tonë bashkë me banorët e zonës dhe familjen time, ka bërë mutën që ta çoj emrin e atij vendi prej kave në nivele ndërkombëtare. Na kena pas edhe media të tjera të mëdha si Washington Post, Lonely Planet, Rajonën për një dokumentar dhe arte, që kanë ardhur realisht nëpërmjet njohjes që kanë pas me biznesin që kanë përfaqësuar në rrjetet sociale, edhe për me promovu matej zonën dhe veçoritë e saj. Atëherë, fakti që unë kam studiuar shkenca politike ka dhënë që unë kam pas realisht një lidhje me këtë fushë studimit, një pasion për ata që përfaqësojnë shkencat politike edhe përfaqësimi i njeriu dhe i shoqërisë në nivelet më të larta, siç janë ato parlamentare. Siç e theket edhe ju, para një viti e gjys, thuaj se po bëhen 2 vite, kryeministri i Shqipërisë Zoti Edi Rama më ftoi në një podcast. Kjo ndodhi pas të doli artikulli realisht në Financial Times. Edhe besoj se u bë kurioz me di se kush është kjo vajzë e re që pas ka tërheq vëmendjen e një media aq të madhe ndërkombëtare siç është Financial Times. Aty ka qenë momenti i parë ku na njoft personalisht unë edhe kryeministri dhe ka nis besoj indicia për vetë kryeministrin që më bë këtë ftesë për përfshirje politike në partinë e tij, Partinë Socialiste të Shqipërisë. Qartë. Dhe pasi që ju morët ftesën, besoj që e keni menduar sadopak duke u bazuar edhe mbi prejardhjen tuaj, jo vetëm nga vini, por prejardhjen tuaj politike. Pra dhe në këtë kontekst do doja t'ju pyesja nëse keni pasur një lidhje tradicionale të hershme me të majtën shqiptare dhe me Partinë Socialiste, apo është diçka e re për ju, ashtu siç është dhe politika, por edhe ky krah i kësaj politike, pra e majta?
Atëherë, unë jam rritë në një familje kur realisht familja e nanës ka pas binjet e veta, familja babës ka pas binjet tjera, kështu që nuk është që jam rritë në një frym të thekun socialiste ose në një frym caktuar me një kohë tjetër politik. Kam qenë gjithmonë totalisht e lirë për me zgjidh me votu atë individu ose atë krah politik që mua më ka bindë edhe unë që jam dihet që po më përfaqëson, kështu që nuk mund të them as pak se ka qenë një ndikim familjar. Shumë mirë mund të kisha zgjedhur edhe një krah tjetër, po për mua asnjë forcë tjetër politike nuk ka qenë bindse as mjaftueshme e mundshme për mua se e vlefshme që unë me nis këtë rrugtim tri politik përveç se siglës së Partisë Socialiste ku unë sot pajtiet. A shumë e thjesht përgjigjja, Martin. Unë vi prej një zone shumë të izoluar realisht ku thuj shumë pak, mund thush edhe as pak, thuj se politikan gjatë jetës se vet e kanë shkel. Na kena pas fatin që më në fund Bashkia Shkodër gjatë 2 viteve të fundit u fitu prej zotit Benet Beci, i cili realisht ka kallëzuar me vepra e jo me fjalë, që është një administrator dhe një menaxhues i jashtëzakonshëm dhe që mundet shumë mirë me i dalë për zot punës që ka bërë, jo vetëm në nivel Bashkisë Shkodër, po tash edhe në nivel qarku ku është edhe drejtues politik. Ne kena pas 2 kërkesa shumë fuqishme që na kanë munduar gjithmonë si komunitet dhe i kena dëshruar gjatë 30 viteve, siç është rruga Duhaxhinit, ku e them me keqardhje, me vujtje që ka thy shumë zemra nanash edhe ka vesh shumë nana me zeza dhe realisht kur pushteti lokal as nuk ja ka hedh syt, edhe hera parë ka kanë mas protestës ku jena bashkuar si komunitet edhe kena marrë konfirmimin po dhe premtimin elektoral prej zotit Besit që e majti, edhe tash rruga Duhaxhinit është dhe drejt marimit, çka do thotë që do hapet krejt një oazë tjetër dhe një faqe e re për turizmin malor në Shqipëni, ku nuk mundet me kena s'kun ma mirë se sa në troje të Alpeve tona pra bashkë në Duhaxhin. Ma nejna kena dhe rrugën e Thethit që ka kenë ba, na dim tonë që Thethi është një vend me potencial jashtëzakonshëm turistik, por mune me thonë që është thjesht një ndër vendet e jashtëzakonshme që ka Duhaxhini dhe infrastruktura shumë e dobët që ka pas deri për 2 vite që u finalizu rruga re, ka pas bë deri aty që ata banorë që kanë pas me rreziku me X se nuk ishin infrastrukturën e duhur me shfrytzu turizmin dhe potencialet e vendit vet. Manejna kena rrugën e Komanit që e kena kërku pafun me protesta të Uçuzanin edhe më në fund po ashtu rruga e Komanit është në proces edhe po zbatohet me kushtet e duhuna dhe zgjanimin e duhun që i shkon me pas kësaj rruge si një rrugë lidhëse midis Shkodrës, Vaudajsit dhe tonë Shqipënisë me një perë të jashtëzakonshme natyrore të Shqipënisë, Ballkanit edhe të botës realisht, siç është i qeni i Komanit edhe lumi i Shalës. Pra, Maria, ju po më thonë... Po. Edhe janë kanë këto vepra konkrete që mua më kanë ndiku absolutisht shumë zgjidhje pikërisht këtë parti, masanej vlen të përmenet edhe diçka tjetër. Bumi që ka pas turizmi shqiptar nuk është aksidental, po të pyesësh për zonën time, unë ja faturoj vetëm munit të venasve edhe familjeve, përfshi edhe familjen time që me shumë përkushtim, me shumë mund realisht edhe vujtje kena dalë për me ngrit një ato struktura që kena sot edhe që na kanë lanë parët tanë, por mund të them edhe që promovimi i Shqipënisë në nivelin ndërkombëtar në tërësi si shtet nuk është një rasti, po është edhe fal qeverisë që kena momentalisht edhe që do të kena me mandatin e ardhshëm, edhe po ashtu vlen për t'u theksuar që paraqitja diplomatike që na kena në skenën ndërkombëtare nuk ka qenë kurrë në nivelet që na kena sot. Edhe padyshim që kjo është fal vizionit edhe fal shumë elementeve të tjerë që ka kryeministri Edi Rama, ndërto dhe vizionin për Partinë Socialiste dhe për krejt tonë Shqipëninë për me quhe bash aty ku e kena anën e vjetër shqiptare në dyert e Bashkimit Evropian, që besoj që jena më afër se kurrë. Ju kuptoj. Pra, ju po më thoni që ka qenë një zgjedhje më tepër pragmatiste. Më tepër se sa bazuar mbi ideologjinë, është bazuar mbi punën të cilën ka bërë Partia Socialiste ndër vite, thoni ju, apo jo?
Atëherë, nuk ka ken aspekt, unë desha me theksu që s'ka ken aspekt një zgjedhje emocionale që më kalë prej familjes teme. Ka ken një kalkulim krejt pragmatist, por nga ana tjetër, unë kam studiu shkenca politike, edhe unë kam ken gjithmonë për shtetin social, shtetin që më shtet të rritë, gratë, edhe që më shtet arsimin edhe që ka një politikë ma sociale ndaj popullit të vetë, edhe besoj se Shqipnia të pas parasysh dinamizmin e vendit ton, mentalitetin, masin që kena si shtet, masin geografike dhe shumë tjera, besoj që nuk na shkon me kanë një shtet konservator, por një shtet social, edhe ma shumë besoj që kena përkatësi nga filozofia majt, se so ajo e djathtë. Okay. Mariana, ju përmendet rrugën e Dugaxhinit që vërtet ju keni shumë të drejtë, sepse ishte koha, domethënë koha ka qenë shumë kohë më përpara, por më mirë vonë se kur i thonë, dhe ju përmendet zotin Beci dhe Partinë Socialiste si iniciator dhe që ata që po e ndërtojnë këtë. Por vetëm rruga, besoj ju jeni dakord me mua që nuk mjafton, që duan më tepër punë, më tepër financime, më tepër projekte për Dugaxhinin. Ajo që dua t'ju pyesun ju personalisht dhe me mbështetjen e Partisë Socialiste, çfarë keni prioritet për zonën e Dugaxhinit? Është vetëm fillimi edhe është diçka tejmase bazike dhe ekzistenciale dhe rruga sot nuk duhet vu në diskutim në Shqipni as për qoshën më të largë dhe as për fshatin më të tretun të vendit tonë. Ka shumë për të bën Dugaxhin, sepse potenciali është i madh, është një thesar i jashtëzakonshëm që na ka fal Zoti, edhe na duhet të bëjmë shumë kujdes për ta. Unë kam një filozofi teme në turizëm që duhet pak e saktë. Nuk jam pro turizmit masiv, unë jam për një turizëm që ndryshëm, ekologjik, edhe që jep forcë më shumë se askujt tjetër venasve, se janë vetë venas, siç e kanë marrë me thoj edhe me gjak traditën, kullat e të parve, identitetin, kulturën tonë, edhe shumë elementa që na bëjnë të veçantë për atë që jena. Prioriteti jam realisht do jetë të pas parasysh se kena një arkitekturë shumë veçantë, siç është arkitektura e kullave dhe një tipologji që diferencon prej mënyrës së ndërtimit në jug apo në anën tjetër të zonës së veriut të Shqipënisë. Unë do më shtes jashtëzakonisht shumë restaurimin sa më shumë kullave që edhe pse fatkeqësisht kena hub shumë rrugës prej kushteve, prej baktisis dhe mos interesit as banorëve edhe as shtetit në nivelin e duhur, por do i mshoj shumë faktit të restaurimit të kullave. Edhe nëse nuk do t'jetë i mundshëm për me i marrë një për një dhe me restauru të na kullat që kena, është domosdoshme dhe i marrë në ekzistencë kullat, qoftë edhe thjesht ofrimi i një qatije për shumë kulla që janë të zhblume, sepse unë vi vetë për aty në zonave dhe di që mungesa një qatije ka botë mundin që janë rëzu të namurit dhe krejt kulla, edhe besoj që kjo do jetë një iniciativë që unë do lë bëj fort për zonën tonë Dugaxhinin, edhe mas kësaj Dugaxhini ka shumë rezerva kështejash, pa fundme. Na kena kështejen tonë autoktone që diferencon prej Tropojës, prej Reqit, edhe mund të mrohet si një specialitet geografik realisht i venit tonë, tu kriju edhe një zonë posaçme për mbrojtjen, për studimin, edhe për përpunimin e kësaj kështeje dhe më në fund edhe për eksportimin e mateshëm të mbështet ekonominë lokale. Përveç kësaj, krijimi një harte etnografike, kulturore, historike dhe pasurive natyrore që na kena është e jashtëzakonshme, sepse Dugaxhini më shumë njihet si term, po konkretisht fatkeqësisht nuk i njihen ala tana vlerat edhe pasunitë e jashtëzakonshme që ka. Dhe besoj që mbështetja e venasve, e fermerëve të vegjël tu i subvencionu edhe tu mbështet biznesit e vogla familjare, është një hap i domosdoshëm dhe shumë i rëndësishëm që një ato familje që kanë me i majtë fort, po dhe me frymëzu tjerë, sidomos rinin që me u kthy edhe me pa tokën e vetë si një vlerë ku duhet me investu jetën dhe jo si një vend që duhet t'ja ratisen. Kuptoj. Ju po vini theksin më tepër tek turizmi dhe kjo pjesa ekonomike që normalisht ka një rëndësi të jashtëzakonshme
për zhvillimin e vendit, por dua t'ju pyes diçka, si qëndron problematika me shkollat, me arsimin. Mund të themi në gjithë qarkun e Shkodrës, por ne po bisedojmë tashmë për zonën e Dukagjinit. Si është gjendja e shkollave atje? Pasi unë mbaj mend që në çdo fshat ka pasur shkolla ku gumzhin të vendi, dhe sot me aq informacion sa unë kam, shkollat nuk funksionojnë as për gjysmë si kur funksiononin ku ka klasat bashkuara. Është një diçka që besoj që bini dakord që nuk funksionon fakt që të kemi nga klasa e parë deri te klasa e 5 të gjithë së bashku me një mësues që jep gjitha lëndet. Dhe ky është informacioni që unë kam, nëse unë jam gabim mund të më korrigjoni. Jo, nuk je se akoma ekziston shkolla mesme në Bregllumi? Atëherë, Martin më tha di të ke origjinën për aty në zonave, kështu që nuk më devijoj për asaj çfarë dhe nuk du të devijoj absolutisht. Nëse na flasim për turizëm realisht, jena tu fol, mund të thënë edhe pak për luks, kur nuk kena gjenjen e duhur të shëndetësisë edhe të arsimit në këto zona. Zonat tona malore, edhe bregu i Drinit prej ka Vion, po edhe Dukagjini e Epër, prej ka keni edhe ju origjinën, prej fenomenit të shpopullimit masiv që ka fillu qysh me ranin e demokracisë, ku edhe vetë familja jeme ka lviz në Shkodër, ka batmutin që edhe ato pak shkollat që kanë kenë me met në nivele shumë të dobeta infrastrukture fatkeqësisht. Edhe vëmendja duhet kthye urgjentisht edhe për me restaurue shkollat edhe qenat shëndetësore, por edhe me kriju një farë politike që mos tjetë arsyeja sepse njerëzit lvizin ose sepse njerëzit nuk rikthehen me jetu në ato vende ku ata realisht e kanë lidhen shpirtënore edhe tjetës për me kenë. Ato janë baza edhe janë shumë ma themelore edhe ma të nevojshme, ma urgjente para çdo lloj strategjie tjetër. Arsimi edhe shëndetësia. Ju përmendët edhe shëndetësinë tani. Për sa i përket shëndetësisë, ka qendra shëndetësore në Dukagjin apo për çdo nevojë duhet i drejtohen Spitalit Rajonal në Shkodër? Atëherë për zonën teme Bregu Drinit ka qendër shëndetësore në Koman ku ka kanë gjithmonë funksion edhe vazhdon me kanë sot në kushte të mira, edhe prej nimës që ka dhënë kisha e asaj zone, edhe prej pushtetit lokal, po ashtu të njëjtën kohë, ndërsa në Bregllumit ka po ashtu, por në ato zona nuk janë edhe aq të popullume dhe tu kanë ma të mëdhaja, shpërndarja e popullsisë është ma pak e dendon. Por që ekzistojnë si struktura dhe realisht me që përmene Bregun e Lumit, unë kam linë në demokraci mas shajmes së komunizmit, por gjithmonë Bregu i Lumit është përmenë si një kryeqenër jashtëzakonshme tanë Dukagjinit që ka pas maternitetin, ka pas spitalin, qenër kulturore, bibliotekin e vetë dhe tanë aktivitetit të mundshme që janë bën atë kohë për tanë, jo vetëm venasit, po dhe praktikantat që vishin prej tanë Shqipënie për me bë praktikën e tyre në ato vene. Po pra, kjo ishte një herë, po puna është a do ju rikthehen këto benefite Shalës dhe Dukagjinit përgjithësi me shkollat, me qendrat shëndetësore, rruga sa po thamë më parë që është në përfundim e sipër, që është një augur i mirë. Dhe për të rikthyer gjithë ato do të rikthehen dhe njerëzit, nuk e di, sepse a është i shpopulluar Dukagjini? Rikthimi është më afër se kurrë, edhe piknisja është rruga, sepse po nuk po atë rrugën ti nuk mundesh me preka si gjatë tjetër prej këtyre që përmenem. Edhe sigurisht që Dukagjinësit nuk kthehen pa pas një farë garancie për jetën edhe për kushtet. Bregu i Lumit është një projekt i jashtëzakonshëm që mundet me i dhanë krejt një tjetër dimension dhe që duhet me bë absolutisht. Sigurisht që ka një kohë për çdo gjë, nuk munden me u bë tana priher, por kjo është vetëm një fillim i marr. Edhe duke qenë se më në fund Dukagjini ka një përfaqësues dhe un kam nerin tim përfaqësuesja Dukagjinit dhe uroj mos shkojë vetëm në atë parlament prej kësaj zone, të ketë totalisht vëmendjen edhe fokusin tem kryesor. Kanë se edhe turizmi është kryefjala e momentit edhe industria më e fortë prodhuese që kena në rang kombëtar, jo vetëm rajonal.
Ju përmendet në fillim kur po bisedonim për vendosin tuaj që të bashkoheshit politikës, përmendet Ramën, përmendet zotin Beci dhe do doja t'ju pyesja se cili është një inspirim më i madh nga këta të dy për ju, apo si një model më i mirë, Rama apo Beci? Unë jam shumë pragmatiste në zgjedhjen time realisht. Unë i vlerësoj të dy si figura njerëzore në radhë të parë edhe politike. Nuk kam kriju kur idhuj edhe s'besoj se do krijoj ndonjëherë me që s'kam kriju deri tash. Frymëzimi më i madh, frymëzimi dhe modeli jam realisht më i madh edhe i vetmi që kam në jetë është nana jeme, sepse ka luftu ta njëten me pastërti, me dëshmëri, me forcën e fjalës edhe burneshës së maleve tona, edhe jo më ka udhëzu gjithmonë që me kenë krynalt, mos me ju përull askuj, edhe mos me harrua se prej ka vjedhe për që e kam nisë këti rrugtimit. Edhe pikrisht nisja këti rrugtimit ka ardhur për një më të mirë se vetja, ka ardhur për të mirën e vendit prej ka vetë. Njerëzve që ju ashtë mohu e drejta përfaqësisë dhe ju ashtë mohu, mund ta them, nuk e them të tepër nëse ju them ashtë mohu jeta përderisa nuk janë ofruar kushtet bazë që ata të jetojnë në ato vende prej ka vim. Okej. Kështu frymëzimi edhe modeli jem është veni prej ka unë ve. Edhe nëse mund duhet ta përcaktojmë kufit e njerëzores, është nana jeme, edhe askush tjetër. Një përgjigje prej politikanëve, domethënë rruga ka filluar, është në vazhdim. Ajo që duhet t'ju pyes përveç planeve dhe projekteve lokale, a keni ju një projekt më të madh kur t'i bashkangjiteni Parlamentit Shqiptar që me siguri do jeni pjesë e atij parlamenti duke qenë se jeni edhe në listat e mbyllura të Partisë Socialiste, por ndoshta edhe për mos t'u vënë ju barrën e një projekti të madh. A ka Partia Socialiste një projekt të madh kombëtar të cilin ju e admironi dhe të cilin do ta mbështesni fort? Atëherë, diçka që tu kanë thonë vi prej blegtërisë dhe bujqësisë, si tonë zona na e na rrit prej prindve që janë kanë fermer, unë vetë jam fermere, unë vetë kam punu me token edhe me blegtërin, edhe diçka që është realisht shumë shqetësuese është TVSH-ja shportës. Besoj se lehtësimi i kësaj TVSH-je do jepte një lehtësim të jashtëzakonshëm për fermerën shqiptar, për familjen shqiptare. Unë e vlerësoj faktin që qeveria shqiptare ka bërë një përpjekje shumë pozitive ku për shembull fondet e AZBR-s nuk aksesohen nëse nuk ka grumbullim fermersh. Edhe kjo është një përpjekje shumë i mirë për me i bë fermerët bashkë, mu mbledh bashkë për një qëllim të përbashkët siç janë projektet e fermerëve bujqësisë dhe blegtërisë. Kështu që realisht do jetë një pikë që unë do munohem si deputet e ashtë në parlamentit që të loboj dhe të avuj në vëmendje se sa rëndësishme është lehtësimi të TVSH së shportës. Masanena së fundmi, me që më pyetet për një plan projekt kombëtar, sa po është miratu paketa maleve, dhe unë besoj fort që paketa maleve do të cilë një vizion të ri për tana zonat malore në Shqipëni dhe më në fund uroj që sidomos emigrantave që janë largu prej hallit, prej shumë kosh, por që e kanë kryt mrapa drejt rrojve tjerë të veta, siç mund t'jeni edhe ju Martin, më ju dha një mundësi që t'investoni në turizëm, bujqësi, në blegtori, në vendet tuaja tash me një drejt edhe një siguri që mundet me hy vetë garant shteti për këtë anë. Pra këto janë dy projekte që le të themi e cekun fushën prej KNV edhe ku e kam i farë ekspertizë falë eksperiencës edhe studimit edhe i admiroj realisht shumë edhe uroj dhe do punoj që të kenë një rezultat sa më në favor të komunitetit, të krejt qarkut Shkodrës, po dhe shqiptarëve kudo që janë, sepse meritojnë shumë. Sidomos njerëzit që punojnë për token janë njerëzit që realisht mund të thush që kam idhuj, sepse nuk janë njerëz, unë si tjerë, unë i konsideroj shumë veçantë, sidomos ata njerëz që i shumë me kallën dorë edhe nuk kanë hek kur dorë prej prodhimit tokës, prej rrujtjes së fares veçorisë tyne. Për shembull, më falë se po zgjatem, dje jam kanë në Guci të re, është i fshat 10 minuta larg prej qendrës Shkodrës, ban pjesë të njësia administrative Rrethina, unë nuk e disha që në Shkodër na prodhojnë një
farë që shije autoktone, shumë të vjetër, me një shije të jashtëzakonshme dhe që është që shija parë që pjeket në tonë Shqipnin. Qa do të thotë kjo? Me kujdesin e me vëmenjën e duhun, tu subvencionu fermer, tu inimu këta fermer, për kultivimin e kësaj qershie, në temperaturat e duhuna, në mënyrën e duhun, edhe të kriju një qenër për punimi, sepse për që frutit të qershisë, ashtë edhe gjethja që përdoret, ashtë edhe bishti që përdoret, mundet me i dhanë një ushqim të jashtëzakonshëm në ekonomisë tyne familjeve fisnike dhe tyne zonave që jetojnë falë kësaj preme frutore. Po ka nevoja që ata me hek dorë për asaj që din me bë mas mirit edhe me shkaktu shpopullimin e venit vetë. Okej, disa herë përmendet edhe shpopullimin edhe rikthimin e të larguarve. Tani, kjo nuk është diçka që përmendet vetëm nga ju, përmendet nga shumë politikanë në fakt dhe është diçka mirë që shqiptarët e larguar të kthehen dhe të gjejnë veten e tyre në fushat ndryshme në Shqipëri. Mirë po, ka një problem që një pjesë e madhe e politikës fajson Partinë Socialiste për shpopullimin e Shqipërisë. Cili është konstatimi juaj? Martin, unë nuk maj përgjithësi dhe nuk baj avokatin as kujt dhe as gjaje që ka nollë para se unë t'i hi kësaj fushë realisht. Por edhe diçka tjetër, unë jam një ndër ata 3 që është largue. Unë kam jetu në Itali edhe për një periudhë shkurt, edhe në Gjermani, edhe në Suedi, ku kam edhe familjar të mi si shumë prej nesh, edhe nuk e konsideroj realisht diçka negative largimin, që unë konsideroj negative, është kur ata që largohen nuk shohin ma arsye për mu kthy në venin e vet. Edhe ti me sinqert, unë e kam provu vet emigrimin edhe jam kthy me zemrën plot edhe me një vizion krejt ndryshe, edhe mund të them se një ndër gjana që unë ja dedikoj personin që jam bë sot, ka qenë pikërisht emigrimi, sepse kam pas mundësinë me pa, me nije, me bë krahasimin se si funksionon kultura tjera, se si zhvillohen kultura tjera, edhe kam mujt me marrë 2-3 ide dhe i vizione që unë i kam implementu në venin tem, edhe në sipërmarrjen tem, edhe që më ka rrit profesionalisht edhe njerëzisht kjo që jam sot. Unë besoj si rinia shqiptare të kenë si në një vend që ka dalë për një tranzicioni dhimbshëm, për një diktaturë dhimbshme, ka nevojë me pa ndryshe, ka nevojë me dalë përtej mentalitetit zakonshëm, për me bë vetë konstatimin e vetë pak ma tanë gardit ku ashtë mësue, edhe mund ta konsideroj muaj ros pak në mentalitetin dhe kulturën evropiane që me njoft ma mirë vetin, po edhe me pas ide ma të reja dhe inovatore për venin e vetë. Okej. Sigurisht, Mariana, ju keni futur politikës dhe besoj që jeni e vetëdijsuar se do keni dhe sfida, por në këtë kontekst, çfarë sfidash mendoni se ju presin dhe cila do të jetë sfida më e madhe për ju në karrierën tuaj politike? Si një parashikim? Kam thënë po këtij propozimit, e kam ditë që nuk është e lehtë, po di me thonë edhe që gjonat e lehta nuk janë të bukura dhe nuk mundesh me bë gjonat mëdha në rrugë të lehta. Por realisht nuk jam mësu me bë gjë pa sfidën jetë, ma shdosh me luftu shumë si për shkollimin, si për pranimin, si një vajzë që vi prej fshatit, si një vajzë që ka marrë për një familje, jo me ekonomi fort mirë, jo me familje ose prind shkollum intelektual, katedrash, po njerëz që na kanë rrit me djersën e ballit edhe dorës vet. Pra, mund ta thona se jam e rrahun me vujtjen edhe me vështirësitë edhe ja kam dalë me ballin lart edhe me shumë krenari edhe kështu besoj edhe do jetë padyshim edhe në vazhdim. Sfida padyshim do ketë sepse është politik, këtë bashkë me ligjet, janë nivelet më të larta të përfaqësimit, por besoj edhe se bashkëpunimit aty ku duhet, aleancave të duhuna, por edhe formimit tem edhe
shkollës, kulturës, edhe asaj që jam unë doja dalë mas miri. Për ma shumë metet për të parë vazhdim se besoj do jetë ky rrugtim është surprizë edhe për mua në rastin tem, sepse jam pa eksperiencë politike dhe nuk është se kam pas diken para meje që në familjen time që ma kalon trashëgimi ose ka mujt me muzun këtë rrugtim të ri që unë kam nisë. Ka një fenomen që ndodh shpesh, Mariana, që politikanët pasi që janë zgjedhur deputet, fillojnë dhe largohen dhe ai imazhi apo që kanë pasur apo dhe çfarë kanë përjetuar përpara me realitetin fillon dhe zbehet. Nuk e di si do ta mbani ju këtë lidhje të ngushtë. Fatkeqësisht Martin, në Shqipni kam pa që politikan glorifikohen në nivele ekstreme, pa kanë nevoja, sepse në fund ne tanë jena njerëz, tanë jena të vdekshëm dhe nuk jam dakord në glorifikimin e asnjë lloji njeriu dhe na jena këtu, unë jam këtu për një mision, unë jam këtu për me përfaqësue vendin prej ka unë vi, njerëzit e thjesht, njerëzit e punës, njerëzit e ndershëm, të cilët kanë ata shumë kanë rritë dhe ata shumë kanë motivu për me ardhur deri këtu. Nëse më përpara, unë jam i vajzë që vi prej fshatit, kam prek hallet edhe më kanë prek hallet po ashtu edhe mua. Unë nuk vi prej karriges dhe nuk vi prej një tapetit shtrum për mua deri këtu në jetë ku kam marrë sot. Falë si për marrjes teme, më kam bërë mundin që emni jem të lakohet në nivele ndërkombëtare siç e përmenda dhe kjo realisht nga një anë mund të jetë arritje shumë më e madhe se sa të hysh në parlament, sepse të jep akses në nivele shumë të larta, por nga ana tjetër unë prej punës teme kam pas fatin që të krijoj networket e mia me shumë politikanë të katedrave të niveleve të larta të Bashkimit Evropian, po dhe ma gjanë në shtëpinë teme kanë fjetë ministra, ambasadora, diplomat, njerëz me një karrierë të jashtëzakonshme dhe shumë të lakmueshme politike, dhe ajo që më kalën më shumë bresa realisht edhe që i kam dashje pa dashje linë dhe krahasime me politikanë të Ballkanit Perëndimor, që është tipike një trashme për vendet e këtyre vendeve, është këta politikanë që unë kam hasë si turista në vendin tem ka një thjeshtësi të jashtëzakonshme, janë edhe këtë e kupton që unë personalisht e kam kuptuar që është një profesion si të në tjera, thjesht ki një përgjithësi shumë më të madhe, edhe një borë shumë më të madhe mbi supe, sepse je drejt për drejt personi i zgjedhur për me çu zonin e tanëve një nivel më të lartë edhe me ju dhanë zgjidhjeve probleme në nivel makro. Pra nëse unë deri tash kam bë një punë familjare, por me influencë komunitare në zonën ku jam kënë, edhe deri diku ekonomia venase e Luginës ku jam kënë është lidh me aktivitetin edhe varë prej me edhe aktivitetit tem, tash unë kam një përgjithësi dhe shumë më të madhe që shkon në nivelet rajonale. Për fakti që unë vi për një familje fshatare, rrit në një zonë rurale, në një fshat shumë të thellë të Dukagjinit, jo nuk po flas për të kaluar, po flas për tashmen. Unë deri e them me shumë kënaqëri që deri para se me dalem një jem në kandidaturën i kam pas durët e mia me kallë të bagati për sezonin edhe realisht lidhe që unë kam me token është kënaria dhe relaksi jam më i madh. Dhe të në këto mbajnë, më japin binjen realisht edhe garancin po pik frike që unë kam me vazhdu me kënë kjo që jam, me ngarkesë më të madhe menore edhe kohore fizike pa dyshim, por gjithmonë Mariana që vjen prej terrenit, e don terrenin, e don vendin e vet, edhe i don njerëzit e thjesht. Okej, besoj që gjithë votuesit tuaj do jenë të lumtur ta dinë këtë, sepse është shumë e rëndësishme në fakt mbajtja e lidhjes me votuesit edhe pas zgjedhjes, pra se në fundit deputetët zgjidhen për këtë punë dhe duhet të jenë gjithmonë pranë tyre për hadhe dhe problematikat e tyre, më pas pavarësisht se për kë kanë votuar, besoj, apo jo? Absolutisht që po. Tu kanë se sistemi i votimit në Shqipëni është i tillë që ka një listë mbyllur, ka dhe një listë hapur. Emni jem nuk votohet, dhe unë jam e para në listë, nuk votohet, por ne luftojmë për mandatin e 5 dhe mandatin e 6. Pra vota janë votuesit e partisë forcës suaj politike, gjithsesi janë votuesit dhe tuaj. Po, janë kolegët e mi.
Pra, si votuesit e diasporës, si dhe ata që ndodhen në qarkun e Shkodrës që jetojnë ala këtu sot, të zgjedhin në listën e hapur. Aty ka djem e vajza të jashtëzakonshme që e thënë me plot binje që meritojnë mbështetjen, meritojnë votën, e meritojnë të jenë pjesë e parlamentit sepse kryeministri ka zgjedhur totalisht një frymë tre, rini që vjen prej terrenit, që vjen me ide dhe me energji krejt të re, edhe pa dyshim që ndryshe prej listave të partive tjera që nuk janë riciklimet ma përparshme, apo mjemna njohën që qarkullojnë gjithmonë në këto nivelet e administratës dhe të përfaqësimit, kësaj herë kena njerëz thjesht që përfaqësojnë mas miri popullin dhe komunitetin e qarkut Shkodër. Edhe pa dyshim bëhen shkas që votën me ia dhënë Partisë Socialiste, një asaj partie që ata përfaqësojnë. Dhe me që po flasim për listat, Mariana, a jeni lumtur me këtë lloj sistemi ju, apo do ishit me pro listave të hapura? Unë menoj që kjo është, le të themi, përderisa parlamenti e ka kalu si ligj dhe ka miratu, nuk mund të arrozoj, si thosh, si akt përderisa është bë një zani. Unë menoj që janë këshillu me eksperta ligjor të cilët janë më ndjeni dhe më të informuar se unë në këtë rast. Ndoshta do ishte e mira që me pa që le të themi komuniteti ose figura që janë më shumë të angazhuar në komunitet me u përfaqësu, le të themi, në mënyrë të njëtrajshme për tana subjektet politike, por realisht ata që janë përzgjedhur konkretisht për Partinë Socialiste, më të them që janë një shumatore shumë e mirë e cilësisë së cilit vend, së cilës bashki dhe zonë që ata përfaqësojnë. Tu ja fillu prej Pukës, Fusharësit, Vavdesit, Malësisë Madhe, bashkisë Shkodër, mrena si qytet, Dukazhinit dhe krejt asaj që na bëjnë si qark. Pra ka njerëz me specifikat e tjera, me specifikat e tyne, me karakteristikat e tyne dhe formime të ndryshme për me përfaqësu sa më së miri tanë qarkun e Shkodrës. Okay. Ju tashmë jeni, si që thatë, jeni në listat e mbyllura dhe do jeni deputete e parlamentit të ardhshëm në Shqipëri, me siguri, duke u nisur apo duke krahasuar nga zgjedhjet e kaluara të 2021-shit ku Partia Socialiste ka marrë 3 mandate, cili është projekcioni juaj, Mariana, për Shkodrën në zgjedhjet e ardhshme? A do rritet numri i mandateve të Partisë Socialiste? Absolutisht që po. Shkodra ka tana arsyet edhe tana opsionet e mundshme që votën me ja dhanë numrit 5, numrit të Partisë Socialiste. Na synojmë për të paktën 5 mandate, edhe kjo nuk është një hipotezë, por është një konstatim me vend i bëm në terren. Ti po ta shoh Shkodrën sot si kur ma parë, në 30 vite është kthy në një kantier ndërtimit, shumë projekte janë bërë, shumë janë miratu, shumë janë procese dhe shumë do të zbatohen. Unë po të përmeni disa, kur ke hyrë në Shkodër deri para pak kohësh, ti nuk ke pa asnjë tjetër përveç se një kaosi të mbytur, betonizimi dhe ndërtesave urbane të bëme rroshe kumlla, si i thoni fjale, por sot me ndërhyjmjen e bashkisë jalshu fryma edhe është miratu një projekt i jashtëzakonshëm për me nxjerrë në dritë pastonit natyrore që kena liçenin e Shkodrës edhe lumin Buna, shumë apartamente, shumë pallate të kohës komunizmit, por edhe më vonë që vujshin nga lagshtina dhe nga kushtet jo të mira për banorët, është bë vesha me kapota që ka përmirësu cilësinë e jetesës për vetë banorët, shtrimi i shumë rrugëve dhe rehabilitimi i tyre në qytetit, janë restaurimi i shumë rrugëve, i shumë shkollave, si shkolla Nermeda, miratimi për projektin e kalas Drishtit, një kala me histori të jashtëzakonshme. Pra këto janë vetëm një pjesë shumë e vogël këto që unë përmena të projekteve që janë për Shkodrën, sepse realisht Shkodra ka shumë potencial, meriton shumë, edhe unë besoj se njështu si kanë ditë shkodran që 60%
të votës dhe të mbështetjes e kanë dhënë Partisë Socialiste tu sjellën krye një administrator shumë të zotin, kanë me ditë edhe kësaj herë që votën me çu te Partia Socialiste dhe me nxjerr një shumë më të madhe në siglin e kësaj partie, tu na dhanë 5 plus mandate, siç i meriton realisht për mu bë një binom i pushtetit lokal me pushtetin qendror që me çu ton qarkun Shkodrën në një nivel tjetër. Dhe partia kryesore që ka dominuar në Shkodër ka qenë gjithmonë pra tradicionalisht Partia Demokratike që është rivalja kryesore e forcës politike që ju përfaqësoni. Përveç saj partie, a shikoni ndonjë parti tjetër sfiduese në Shkodër për Partinë Socialiste? Po të flasim e vepra konkrete, realisht edhe vetë Partia Demokratike si rivale potenciale ashtë do pësu ndjeshëm, kjo edhe për shkak të kriseve të mbrëmshme që ka kjo strukturë, po gjithashtu edhe të faktit që ne tani na kenë këtu, kena jetu në Shkodër dhe kena pa shumë mirë veprimtarinë e bashkisë e pushtetit lokal në siglin e Partisë Demokratike, se ç'është bë edhe sa shumë ka pa u bë për Shkodrën. Kështu që unë besoj që shkodranët kanë me kenë shumë të zgjut edhe shumë adhëtar për vendin e vetë edhe me çu vote njëti ku bëhet puna, njëti ku është zhvillimi, sepse realisht e vetmja zgjedhje që na ka dhënë zgjidhje është Partia Socialiste. Okay. Gjithsesi, ka dhe parti tjera që potencialisht mund të marrin vota nga ju dhe këtu doja të më shoja pak, nuk e di si shikoni partinë e Tomdoshit, Partinë Social-Demokrate në Shkodër. Ajo është një parti që ka elektoratin e vetë dhe influencën e vetë sigurisht, por që është për një sasi elektorati dhe për një pjesë shumë vogël, shumë inferiore krahasuar me ata që është Partia Socialiste, kështu që nuk mund të flasim për një rivalitet të fortë apo të jashtëzakonshëm. Masanej është vetë një parti që ideologjinë e vetë e ka qenë majtas, edhe unë besoj që duke folë edhe me rezultatet e zgjedhjeve të kaluara, kjo parti nuk do ta kalojnë një mandat. Kësaj here. Këtë herë, okay. Kjo është projekcioni juaj. Okay, dhe të shkputemi pak nga Shqipëria, të futemi te pjesa e diasporës, Mariana. Paraprakisht, çfarë lidhjesh keni ju me diasporën dhe sa optimiste jeni që diaspora do t'ju mbështes ju dhe Partinë Socialiste dhe ku më shumë, pra në cilin shtet do keni mbështetje apo përkraje më të madhe me votë kundrejt Partisë Socialiste? Unë kam shumë besim të diaspora, unë jam kenë kontakt të vazhdueshëm me njerëzit shoqin rrethin tonë në diasporë, sepse realisht mund të thona që siç e ka shprehur edhe kryeministri në rrjetet e tij që prova jeme parë për këtu ku jam sot ka kenë në Shkurt ku unë kam punu vetë personalisht me regjistrimet e diasporës. Unë është shumë frymë pozitive edhe optimiste praninë e diasporës në votime dhe rezultatin shumë pozitiv që do japi Partia Socialiste dhe qarkut Shkodër. Mbështetjen më të madhe padyshim e kena tek diaspora jonë në Itali, po absolutisht edhe në Greqi, në Angli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kjo për faktin që Martin më ka rastis shumë shpesh me shumë turista që deri vonë, kur ju ke përmend emrin shqiptar, kanë kthyer shtremt dhe ka pas gjithmonë një veshje paragjykimesh dhe diskriminimi dhe vitet e fundit realisht është punu shumë në arenat më të larta diplomatike që ky emën është jo dha që mirë që na është faturu edhe pa të drejt prej viteve të tranzicionit, prej viteve 90, kur shqiptarët kanë dalë për herë të parë në Evropë, është zbe. Padyshim që faktori kryesor ka qenë turizmi dhe vetë njohja e këtyne të hujve me vendin tonë dhe me njerëzit tonë të na zbulu se çfarë mikpriti dhe çfarë njerëzish të jashtëzakonshëm janë shqiptarë dhe çfarë vende shkena, po ashtu edhe prej rolit shumë të fortë strategjik, geopolitik dhe diplomatik
diplomatik që Shqipënia ka marrë në arenën ndërkombëtare dhe mund ta thona po asnjë bindje që është afirmuar në nivele të jashtëzakonshme si një shtet strategjik edhe lojtar shumë i fortë në këtë arenë ndërkombëtare për Ballkanin perëndimor krejt Ballkanin, edhe unë besoj që në një kohë shumë të shkurtër në drejtimin e Edi Ramës, që unë e vlerësoj si një diplomat të jashtëzakonshëm, Shqipënia do kthehet në shtetin më të fortë gjeopolitik dhe me ndikimin më të fortë diplomatik në krejt Ballkanin. Kështu që këto janë faktorë që besoj diaspora i kupton dhe i analizon shumë mirë, të bëhet mujtën që mbështetjen edhe votin me dhënë në mënyrë masive për numrin 5 për Partinë Socialiste. Si mendoni se voton diaspora? Duhet di perceptimin tuaj personal dhe një perceptim nga Shqipëria për diasporën. A mendoni që ne këtu në diasporë jemi të mirë informuar se çfarë ndodh në Shqipëri dhe do të thënë e kemi atë kapacitet që votën ta hedhim në mënyrë racionale duke u bazuar mbi faktet dhe jo mbi ato emocionet apo duke votuar tradicionalisht ashtu siç kanë votuar ndoshta prindërit tonë? Kanë në shumë kohë, nuk janë ma vite 2000 pak ose 90 kur e vetmi kanal komunikimi ishin gazetat ose televizioni. Sot nëpërmjet rrjeteve sociale, telefonit mundesh me pas akses në çdo gjë, mundesh me njeh fushatën njëjtë si mund ta njekun familja jeme, miqësia jeme ose vetë njerëz, bile mund të jesh edhe më informuar se çfarë ndodh në Shqipëri, se sa shumë shqiptarë të tjerë fal këtij mjeti teknologjik që kena siç është telefoni edhe rrjetet sociale. Kështu që besoj që vota diasporë. Po flas për një tërësi, jo vetëm për një aspekt, se mbase në një aspekt po. Po, absolutisht. Edhe kjo ndër tjera mu mban me menua realisht që vota diasporës është një drejtë njerëzore, edhe është një gjërat më të mira që është miratu dhe kaluna atë parlament, dhe një drejtë e domosdoshme për shqiptarët tanë që jetojnë anë e manë botës. Edhe unë realisht besoj fort që diaspora ka me ditë me votue edhe me analizue në një mënyrë të logjikshme edhe në mënyrë shumë të dashtën për vendin e vet, sepse unë e di lidhjen emocionale dhe madhin edhe dashnin për këtë troje që kanë shqiptarët në masë për vendin e vet, edhe besoj se edhe interesi është shumë i lartë për me hedhë votin e tyne dhe për me thanë fjalën e tyne për gjanë më të rëndësishme për të ardhmen e vendit vet, për vetë Shqipnin, ku besoj se ata që janë largu se vetë edhe fëmijët e tyne brezi i ri që është linur në diasporën e emigracion, mund ta shohin një farë drite dhe një farë menimi për të ardhmen që me ndërtu jetën e tyne këtu, që vota diasporës është jashtëmas e rëndësishme dhe shumë e nevojshme. Okej, Mariana, dhe tashme ju keni futur politikës, do bëni me siguri dhe deputetët siç e përmendëm, thanë guri i parë është hedhur. Cilat janë ambicjet tuaja pas shkuarjes në parlament dhe edhe pak më afatgjata mbase pas 4 viteve? Atëherë, sigurisht ambicet e mia politike janë të gjata, nuk kam ardhur as për një karrige, as për një rrogë, sepse unë kam pas një jetë shumë të mirë prej sipërmarrje me një privilegj, me një njohje ndërkombëtare siç e ceka. Ambicia jeme më e madhe është që fjala ime me pas pesh, që veprimet e mia me pas pesh, edhe me pas lobimin në nivelet e duhura që me bë për njerëzit e mi, me pa për komunitetin tem, edhe me lanë gjurmë për mirë pa dyshim për ata që unë përfaqësoj. Kështu që në kompetencat që më jep mandati deputetis për me lobue, për me marrë nisma ligjore, me punu në komisionet e ndryshme ligjore ku unë kam ekspertizë, unë do bëj batë mirën e mundshme që me kenë kompetente aty ku më lejon ligji, me bë ndërhyrjet e mia ku më lejon ligji, edhe me çu përfaqësinë e vendit dhe me majtë në nivelin sa më dinjitos të mundshëm me parime demokratike, perëndimore edhe ashtu siç e meriton vendi jonë dhe komuniteti që unë përfaqësoj, pra Qarku Shkodër, që unë përfaqësoj në parlament. Okej, dhe duke qenë se tashme jemi në fund të emisionit, doja t'ju jepja mundësinë edhe për një mesazh që pasi do dëshironi t'ja drejtoni të gjithë votuesve tuaj potencial dhe atyre që
donë votojnë Partinë Socialiste dhe ju, pra mesazhi juaj në këtë rast nëpërmes ekranit të Albi UK TV. Me faleminderit shumë, unë me shumë përulje ju kërkoj tanëve që edhe ju baj me dije që unë nuk votohem, por ju lutem vuni në zbatim maksimal të drejtën edhe zonin tuaj me votu. Mos të nënvlerësoni as edhe një vot të mundshme që ju keni edhe për me çu aty ku duhet. Edhe në këtë rast, në këtë moment që është Shqipnia, që jena më afër se kur Bashkimit Evropian, dhe kjo jo vetëm si një merit e vendit tonë, po si një moment historik dhe një nevojë zgjerimi dhe strategji dhe diplomacie ku nollet vetë kjo organizatë evropiane, pra Bashkimi Evropian, është më nevojshme se kur për më mbështet Partinë Socialiste numrin 5 që punët e mira që janë në vijim, me vazhdue edhe për me quë zhvillimin e Shqipënisë në nivele të tjera, në nivele perëndimore dhe ndërkombëtare. Njashtu si që kena pas ëndrën tonë të shkure kur ka ardhur koha për me zbatue në tana nivelet dhe në tana fushat që na tekin si shqiptar dhe si vend. Mariana, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Universal në Albi UK TV këtu në Londër dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit Martin, kënaqësia ishte e jemja, faleminderit për kohën dhe mirupafshim Shqipni. Natën e mirë. Natën e mirë. Shikues të nderuar, ishim kështu me kandidatën e Partisë Socialiste për deputete Mariana Koçeku. Ju falenderoj që ishit me ne. Së bashku do shihemi në emisionet e radhës. Deri atëherë, natën e mirë nga Londra.